Një ndër rastet ka qenë rasti i vrasjes së grupit intelektualëve të Mitrovicës, të cilin rast policia e Kosovës e ka marrë në hetim nga policia e Uleksit gjatë vitit 2018. Për gjatë 3 viteve ky rast u trajtuar si rast i përcaktuar me trajtim të veçantë dhe me prioritet për shkak të kompleksitetit të rastit me qëllim të arritjes së rezultateve konkrete. Gjatë vitit 2024 është formuar një ekip e veçantë hetimor të udhëhequr nga shefi i strukturës për hetimin e personave të zhdukur gjatë luftës dhe po ashtu i përbërë nga 4 hetues të tjerë. Ky angazhim ekipor ka vazhduar deri me datën 9/12/2024, gjatë kësaj periudhe kohore janë realizuar 2 urdhëresa për zhvarrosje, autopsi dhe identifikim të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special. Në vazhdimsi të mbledhjes informacioneve nga ky ekip janë zbatuar edhe 2 urdhëresa tjera për zhvarrosje, autopsi dhe identifikim në lokacione ndryshme në fshatrat Jabuk dhe Crepul të komunës së Zëmbëtokut. Megjithatë, gjithë ky aktivitet hetimor nuk kishte rezultate pozitive në atë kohë, sa për këtë gjetjes së mbetjeve e shtrore të personave të zhdukur përkatësisht 2 grupeve të civilëve të zhdukur gjatë muajit prill të vitit 1999, grupi të njohur si grupi i intelektualëve dhe pjesëtarëve të familjes Feka dhe Isufi nga Koshtova e Mitrovicës. Lidhur me rastin e zhdukjes së familjes Feka dhe Isufi, hetuesit kanë paraqitur kallëzim penal ndaj një të dyshuari me numër të rastit 2024, viz 7. Lokacioni i parë ka qenë në fshatin Kalludër e Vogël, i lokalizuar me datën 27/7. Si rezultat i zhvarrimit, këtu janë gjetur 13 mbetje ushtrore, do të thotë për 13 trupa. Lokacioni i dytë ka qenë në Jabukën e Vogël në fshat, i lokalizuar me datën 2/8/2026. Rezultati i zhvarrimit 4 trupa janë gjetur në këtë pjesë, mbetje ushtrore. Ndërsa në lokacionin numër 3, Kalludër e Vogël, i lokalizuar me datën 3/8, rezultati i zhvarrimit kanë qenë 6 trupa apo 6 mbetje ushtrore. Nga 3 lokacionet janë gjetur gjithsej prova dhe dëshmi materiale si në vijim. Gjatë 6 gëzhoja të kalibrave ndryshëm, 5 predha dhe 1 municion ose një fishek.